Dhoma vendore e avokatisë në Vlorë ka reaguar për dhunën e ushtruar ndaj avokatit Kujtin Cakrani. Nëpërmjet një deklarate, avokatët e Vlorës thonë se është e patolerueshme që në qytetin e Vlorës ka raste të përditshme të ushtrimit të dhunës ndaj profesionistëve, por edhe ndaj qytetarëve të saj. Dhoma vendore e avokatisë Vlorë fton autoritetet përkatëse që të veprojnë sipas ligjit. Në deklaratë thuhet, dhoma vendore e avokatisë Vlorë shpreh shqetësimin e saj të thellë për çdo akt dhune që të cënon integritetin dhe sigurinë e profesionistëve, si dhe qytetarëve të Vlorës. Është e patolerueshme që në qytet ka raste të përditshme të ushtrimit të dhunës, si ndaj profesionistëve, por edhe ndaj qytetarëve të saj. Dhuna pavarësisht autorit apo motivit është gjithmonë e papranueshme dhe mbie ndesh me parimet themelore të një shoqërie të drejtë dhe të qytetëruar. Dhuna nuk është kurrë një mjet për të zgjidhur mosmarrëveshje dhe duhet të dënohet fuqishëm nga institucionet përgjegjëse. Dhoma vendore e avokatisë Vlorë fton autoritetet përkatëse që të veprojnë sipas ligjit, duke garantuar jo vetëm drejtësinë për rastet e dhunës, por edhe sigurinë e të gjithë profesionistëve dhe qytetarëve. Ne ripërsërisim që shoqëria jon ka nevojë për dialog, respekt dhe zbatim të ligjit si mjet për të zgjidhur çdo konflikt. Dhuna, kudo dhe nga kushdo qoftë, nuk ka vend në shoqërinë tonë.